U rikthyem tashmë në studio me avokatin e njohur, zotin Sami Zeka. Obama njihet si deportuesi më i madh deri tani faktikisht. Por natyrisht ka persona të cilat kanë mbetur në Amerikë, kanë shkelur afatin kohor të vizës, kanë apeluar për apel dhe janë në procese sipër. A janë të deportueshëm këta persona, se dëgjova që sipas ligjeve aktuale çdo person i cili pavarësisht se është regjistruar mund të jetë i deportueshëm? Në mënyrë që t'jap një përgjigje më konkrete duhet është shumë specifike, çdo çështje është specifike në mënyrën e saj, gjithsesi bazuar te ligjet që kanë qenë në fuqi përpara se Trump të vinte president. Në qoftë se ju si individ kishit një çështje e cila nuk ishte mbaruar së gjykuari nga ana e emigracionit, atëherë ata t'jep një lejë qëndrimi deri në momentin e fundit ku të merresh vendimi vendimtar për të deportuar ose për të bërë legal. Gjithsesi në disa memoranda që ka lëshuar Trumpi, kjo fatkeqësisht edhe nuk mund të ndiqet siç është ndjekur përpara, por thjesht nëse ke shkelur ligjet e Amerikës dhe ke ardhur ilegal, pa u kontrolluar në kufi, atë ju jeni deportueshëm dhe duhet të prisni radhën nëse duhet të aplikoni, por duhet ta prisni radhën kur jeni në anën tjetër të kufirit, të kufirit dhe nëse të vi radha mund të futen. Pra, shumë nga këta persona janë të deportueshëm, sepse kanë thyer bazuar në memoranda që ka lëshuar Presidenti Trump, kanë thyer ligjin e Amerikës që në hyrje, veçana. Personat që kanë ardhur këtu me vizë turistike, që është B1, B2 apo me viza studenti, trajtohen në mënyra të ndryshme, patjetër që kjo varet dhe nga kohë zgjata që kanë kaluar, që nga koha që u skaksaduar viza, dhe nga çështja kriminale, nëse kanë patur padi kriminale apo jo. Çfarë janë problemet më të shumta që shfaqen në procedurat tuaja aktualisht për procesin e migracionit në Pensilvani, po dhe në Amerikë në përgjithësi? Çështja më të mëdha që dhe më problematike që kemi patur dashti është problemi i kohës zgjatjes së peticioneve që kemi bërë në gjykata. Ashtu si të dini, këto gjykata janë gjykata federale, të cilat bëjnë këto peticionet për dokumentat dhe shpesh për të vajtur përpara gjykatit për një peticion mund të dojë edhe 5 deri në 7 vjet. Kjo krijon një paqëditshmëri qoftë për klientin, po qoftë për shtetin amerikan, sepse ka një backlog jashtëzakonisht të madh dhe diçka duhet bërë. Në mënyrë që ose do të merren më shumë persona që ti shikojnë këto dokumenta ose gjyqtar që ti kushtojnë zgjidhjes këtyre çështjeve. Por një problem tjetër që u vu re gjatë administratës Biden është fakti një emigracioni masiv shpeshherë i pakontrolluar, flitet për 16 milion njerëz, por në fund fare ju tha regjistroni në këtë aplikacion edhe hyni. A është e vlefshëm, quajnë kjo, vlerësohet tani kjo, nuk e di si. Ai aplikacion që ishte u hap në kohën e Biden, ai aplikacion nuk është më i vlefshëm. Do të doli jashtë përdorimi, nuk mund ta përdorësh me atë aplikacion. Kishte shumë loopholes ai si aplikacion, pasi në momentin që personat ishin disa kilometra larg kufirit duke ardhur, ata mund të regjistrohen në aplikacion, vinin, jepnin shenjat e gishtave dhe lëshoheshin në Amerikë dhe u jepnin një aplikacion, po një datë për 7 vjet për të paraqitur në gjykat, kështu që e humbnin atë komunikimin shteti federal me këtë person ose me këta shumë persona që kanë ardhur, e humbnin kontaktin me njëri tjetrin për një kohë shumë të gjatë. Dhe nuk dihet se ku këta veta do përfundonin. Kështu ndodhi me më shumë se 16 milion të paligjshëm dhe doli me të vërtetë jashtë kontrollit. Çfarë mund të bëjnë, për shembull, nuk ka patur shumë shqiptar që kanë ardhur gjatë valës së fundit të migracionit gjatë periudhës Biden, apo ju keni hasur në procedurat tuaja? Kam hasur procedurat tona, kanë ardhur disa, unë të thesha se me
qindra që di unë që kanë ardhur në bazë të statistikave që përfunduan në dhjetor 2024-ës, më duket se ishin 890 të regjistruar që ishin ardhur nga Meksika. Nuk i kam shifrat e fundit fatkeqësisht, por to ishin në fund 2024-ës dhe ata nëse nuk do qëndrojnë pa çështje kriminale, nuk besoj se do jenë të target siç janë personat me precedent kriminal. Pra, në shtetin tuaj, në procedurat që keni pasur raste të përplasjes pushtetit lokal, policisë lokale me ICE për personat caktuar? Ka patur shumë përplasje, por nuk e di specifikisht për çfarë persona, por në përgjithësi pushteti lokal, që është prokurori i Filadelfias, e ka shpallur hapur që nëse ICE do vazhdoj të vinë në Filadelfia, gjë që neve presim në 2-3 javë në vazhdim do vinë në Filadelfia, të njëjtin gjë që bën në Minnesota e kam për të ardhur dhe në Filadelfia, në Pennsylvania. Ai ka shprehur fare hapur zoti Krasner, që është prokurori i Filadelfias, që do t'i ndjeki kriminalisht dhe do patjetër për vrasjen nëse ndodhi një gjë që ndodhi në Minnesota. Pushteti lokal detyrimisht ka shumë fuqi në personat lokal, por nëse ka fuqi për të proceduar kriminalisht, agjentët e ICE që është akoma për të verifikuar dhe do të shikojmë si do ecë, sepse agjentët e ICE kanë një imunitet të thellë që është shënuar edhe nga gjykata e lartë e Amerikës. Një lloj imuniteti është që quhet qualified, që është i mbron agjentët për kohën për paditë civile që ndodhin gjatë shërbimit të tyre. Paditë civile në kuptimin që në qoftë se marrim për shembull Rene Good që u vra nga agjentët dhe familja e saj ka kapur disa avokat të ndjekin çështje civile që për shpërblim financiar për këtë vrasje që ata mendojnë që është pa drejtë. Si agent i ICE është vërtetuar dhe është e konfirmuar nga gjykata e lartë, ai ka mbrojtje në imunitet në fjalë për këtë nga ana civile. Gjithashtu, nga ana kriminale, agjentët e ICE kanë absolut imunitet. Po kjo s'do të thotë që unë nxe njëri mori pistoletën dhe vrau. Patjetër. Kjo bëhet fjalë vetëm në qoftë se është përgjegjësia ligjore atë që po bën gjatë kohës së punës. Dhe jo jashtë normave apo praktikës që ke bërë, patjetër. A është shpeshherë i bëhet këshill personave të cilët janë ilegal aktualisht që të mos dalin nga shtëpia nëse ICE troket ose mos i paraqitet ICE? Kjo doli me rastin e një fëmije të vogël që ICE arrestoi të jatin, pastaj fëmia ngeli tek dera, ata kishin frikë ta hapnin derën se mos nëna ose dhe pjesëtarët e brendë i hynë të ICE në shtëpi dhe fëmijën u detyruan ta marrin me vete ICE. Që u bë dhe problem në media. Faktikisht, një ICE agent asnjëherë apo një agent federal asnjëherë nuk mund të futet në shtëpi pa urdhër nga gjykata, kështu që nuk mund të futet. Historikisht kjo ka qenë dhe është ndjekur me dekada, me shekuj. Por fatkeqësisht, kohët e fundit në një memoranda që ka lëshuar zoti Trump dhe kryetari i Department of Homeland Security i ka dhënë fuqinë agjentëve të ICE dhe DHS, që është Department of Homeland Security, të drejtën për të futur në shtëpi me zor, do të me dhunë. Në qoftë se nuk hapet. Edhe pa dokument, pa? Fatkeqësisht po. Kjo vazhdon dhe po kalon një grup nga Boston, një grup avokatësh nga Boston për të drejtat njerëzit e ka hedhur këtë çështje, më duket se janë kaluar direkt për ta shqyrtuar në gjykatën e lartë, por dhe ashtu nuk kemi ndonjë vendim akoma, sepse shumë avokat dhe unë duke futur aty mendoj se kjo është kundër amendamentit 4 të Konstitucionit të Amerikës. Dhe patjetër që nuk besoj se kjo do vazhdoj,
ta them, pothuajse i bindur për këtë gjë, por ka ndodhur. Kur agentët e ICE apo të Department of Homeland Security janë futur në shtëpi me dhunë. Një këshill që do jep nga patjetër të gjithë emigrantëve është që të mundohen të shmangin mbledhjet në grupe në publik, sepse aty ndodhin fatkeqësisht më të shumtat e arrestimeve. Jetojmë në një kohë digitale kur çdo gjë është diku me video apo me zë, po. Dhe gjëja më mirë është të shmangesh këtyre vendeve publike ku ndodhin protesta apo ku dihet që është normale target i ICE-it. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, po e ndërpresim këtu emisionin për një pauzë publicitare, po kthehemi pas pak.